Kurti është braktisë nga Bashkia Ndërkombëtare, edhe braktisja ka ndodhur me veprimet e zotit Kurti në raport me Bashkinë Ndërkombëtare. Pra, ato që thash edhe për mrena spektrit politik kosovar, ky mosbesimi i thellë që ekziston mes nesh është edhe më i thellë mes Bashkisë Ndërkombëtare edhe zotit Kurti. Zoti Kurti është tregu shumë i pabesë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. E ka gënjy ambasadorin amerikan, i cili ishte zoti Havinier. Zoti Havinier nga Rambuje deri sot e ka përcjell shtetëndërtimin e Kosovës. Ka një kozim, Ka qenë mik i madh i Kosovës. Ka ardhur Ridvan këtu si shpresë e madhe e presidentit Biden, që ai do të mund të krijojë një relacion personal me Albin Kurtin, edhe mund ta krijojë, si më thonë, një shtatin e akomodimit ti për një lider të besueshëm, pa parashikueshëm, po. Pikërisht. Edhe zoti Havinier e ka dje karrierën e tij. U dogj, po, për të. U dje për to. Ky e dogje. Ishte një takim para se të dërgonte kryetarët e komunave me policinë e veri në ndërtesat e komunës, që nga perspektiva sotit ku është dallimi, edhe këta kryetarët e PDK-s që janë në ndërtesa alternative njëjtë janë duke qeverisë. Apëse që nuk ka dallim, Ridvan. Domethënë, edhe atëherë, zotit Havinier, Albin Kurti ka thonë që nuk i qaj, nuk i dërgoj. Edhe zoti Havinier ka shku me informacionin e plot që ju do t'i dërgani. Mirë, po ky ka thonë nuk i dërgoj. Në farë formë ka thonë besën që nuk i dërgon. Zoti Havinier ka shku në shtëpi, edhe në mëngjes është qu në situatë me lajmin që me gjitha të i ka dërgu atje. Edhe tash që këtë tradhtia që ka ba Amerikës mu të celebru në Kosovë si trimëri, kjo është e frekshme për mu. Kjo është e frekshme për mu. Me demek, ja kthej fjallën dhe Amerikës. Edhe Amerikës. Nuk e ndëgjoj as Amerikën. Kjo është e frekshme se ti, lideri, unë kam qenë këshilltare, është më thaqët. Edhe zote thaqë ka ditë me ngritë zonën, edhe ndaj Amerikanëve, edhe ndaj Gjermanëve, edhe ndaj Evropianëve, edhe ndaj çdo kujt tjetër. Por, me i tratu si ka tratu.